Midis gushtit e nëntorit, çdo vit mbi 40 vende festojnë ditët e trashëgimisë kulturore evropiane në një periudhë të caktuar kohore. Zakonisht, objektet e trashëgimisë kulturore hapen dyert për vizita, por në Prishtinë kjo ditë u shënua me ekspozitën kolektive Artistët për trashëgimi, ku shikuesi synon të njihet me peizazhet e trashëgimisë së vendit. E organizuar nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore dhe nga galeria Artistët për Artistët, në përveprat e ekspozitës janë shenjat identitare të trashëgimisë kulturore. Edhe figura ikonike si imazh i hyneshës në Fron, kullat e Junikut, peizazhet e qytetit historik të Prizrenit dhe jo vetëm. Aty janë edhe veshjet tradicionale. Kryetari i Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore, Artan Krasniqi, ka thënë se këto monumente janë muzë për artistët dhe krijimtarinë e tyre të shpalosur në katin e tretë të hotelit Grand të Ejnëtën. Besoj që trashëgimia kulturore është për herë një muzë e mirë për artistët e artit pamor në këtë rast, po edhe të gjitha llojave. E bashk e kemi, si më thonë, një mundësi që me promovu dhe me eduku e me depërtu ma letë të qytetari përmes artit. E bashk organizatori i ekspozitës, artisti Veton Gusia, ka thënë se me këtë ekspozit promovohet trashëgimia mbetur nga lufta e fundit. Dashnia ndaj trashëgimisë tonë kulturore, kam qenë shumë aktiv me mbrojt kullat, me mbrojt shtëpiat e vjetra, me verande, me mbrojt objektet e vjetra, me ulumtu për me gjeta endes edhe turizmi arkeologjik, turizmi arkitektonik është shumë i rëndësishëm. Për pat keq na i kem pas luftën shumë të vrasht, me një anmik shumë të vrasht i cili ka djeg shumicën e objekteve. Na nuk kemi qenë gjendje as materiale, as fuqi, s'kem pas në atë kuptimin ekonomike, si shtet apo si individ me mbrojt objekte të trashëgimisë. Aty janë qeramikat e Lirie e Buliqit me dizajn me motive kombëtare të cilave u vishën edhe copa veshjesh, si edhe gdhendje e formave të ndryshme. Në anën tjetër janë kulla në Junik e Kalaja e Prizrenit që janë punuar nga piktori Mus Prelvukaj. Artistët kanë pasur rastin të vizitojnë monumente dhe të punojnë duke qëndruar pranë objekteve të veprave të tyre. Sipas Prelvukajt, veprat e lloj-llojshme e bëjnë ambientin njohshës, ka shpjeguar veprat e tij. Vepra ime paraqit një kull, këtu nga Juniku, por e kam bërë një pamje nga Prizreni është atje. Kam paraqit një kull, pak me modifikime, se ne artistës ne nuk fotografojmë, po frymëzohemi prej tyre, dhe ashtu edhe Kalane e Prizrenit, pra një improvizim, është një peizazh me një thellësi. Këtu kemi një plan të parë, pra gro plan, kurse të tjerat mrapa i kam eliminuar përmes me qenë konkurente formës së parë. Jem shmang detajeve, se shpeshherë detajet din të dëmtojnë veprën, por disa detaje edhe janë të domosdoshme. Pos qeramikave që janë të veçanta, një tjetër vepër unike është ajo e artistit Arnor Morina, i cili paraqet një peizazh të qytetit të Prizrenit nga qendra historike. E punuar me tush në letër, vepra duket minimaliste dhe kësaj e lartëson në një formë dhe më tej imazhin që paraqet. është motiv nga Prizreni me teknikën tush në letër. është një teknikë që unë shpesh e punoj, është teknikë sfiduese, mirë po për këtë rast, për këtë ekspozit, që është në bashkëpunim me Këshillin e Kosovës për trashëgimi dhe me organizatën Artistët për Artist. Pas thirrjes vendosa me punu diçka me tush për me qenë pak ma dokumentues. Por ekspozita e hapur në katin e tretë të hotelit Grand me vepra në këmbalec kanë ngjarë e zbrazët. Mungojnë koncepti kuratorial e shpjegimit për veprat, sikurse edhe informacionet e tjera si titujt e veprave, dimensionet e teknikat.
Aty gjenden edhe veprat e Agron Ujkashit, Anila Etojës, Edmond Dhramit, Haket Gjaklit, Irena Tomës, Myderizi Malokut, Milajem Janovës, Mjelma Ramadanit, Nikol Nikprelajt, Rahim Lalloshit, Sabri Behramajt, Skender Idrizit, Skender Boshtrakajt dhe vet organizatorit Veton Gusia. Të gjithë artisteve pjesëmarrës ju janë ndarë minjohje.